Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok ku do ndalemi ditën e sotme tek zhvillimet e fundit se i përket ngjarjes së ndodhur në Zvërnec, ku protestat për Zvërnecin kanë nxjerrë në sipërfaqe një debat që shkon shumë përtej një investimi turistik. Për disa bëhet fjalë për zhvillim ekonomik dhe investim strategjike, por për të tjerë për një marrëveshje të errët që prek interesin kombëtar. Por një nga zërat më kritik ndaj kësaj çështje që ka qenë edhe zoti Skënder Dika, cilën ditën e sotme do ta kem pjesë të këtij emisioni, i cili në reagimin e tij të fundit flet për mungesë transparence për interesa politike. Sot do të përpiqemi të kuptojmë mbi çfarë bazohen këto akuza, ku mbaron dyshimi dhe ku fillojnë faktet e përtejme. Kam të ftuar ashtu si e thash zotin Skënder Dika. Ju përshëndes kënaqësi. Përshëndetje zonja Griselda, juve dhe gjithë shikuesit e medias tuaj. Ju falenderoj shumë. Atëherë, zoti Dika, unë do doja ta nisja me reagimin tuaj që keni bërë ditën e dieshme në rrjetet sociale. Ju e shuani këtë si një aferë të shëmtuar. Cili është elementi, zoti Dika, konkret që ju bindë se kemi të bëjmë me një aferë dhe ju thjesht një investim të huaj të debatueshëm deri më tani? Kjo është gjithë thelbi i kontradiktës dhe i panjohurës i zhvillimit në Shqipëri. Edhe më vjen keq në shumë studio e anashkalojnë këtë çështje. Dallimi midis investimit huaj dhe një afere të fshehtë për çoka politike është jashtëzakonisht i madh, esencial dhe shkaku kryesor i gjithë ndezës atmosferës politike sot në Shqipëri. Por në qëllim, shumë analistë anashkalojnë këtë dhe kërkojnë ta impostojnë në planin emocional, në planin ambiental, në planin e njerëzve të painformuar, në planin e kordisjes nga energji e fuqi të huaja të padukshme, të gjithë këto janë me qëllim. Kjo duhet theksuar nga media të Shqipëri, çfarë diferencë ka nga një çop politike, nga një aferë e fshehtë dhe pa transparencë dhe vërtet një investim serioz. Zoti Dika, nga ana tjetër në reagimin tuaj ju përmendni marrëdhënien mes kryeministrit të Shqipërisë Edi Ramës dhe Jared Kushner. A keni ju një indicje se kemi të bëjmë me një favor politik apo nga ana tjetër qoftë diplomatik, apo flisni për një perceptim që krijohet nga mungesa e transparencës i përket këtij projekti për Zvërnecin? Nga se ju kujtohet ju zonja Griselda, në një intervistë më pashme më patët të bëj një pyetje. Si e shikoni vizitën e Ramës në Izrael prej 3 ditësh? Edhe unë atje e pata dhënë një përgjigje. Por nuk i ka parashikuar gjysmën tjetër të vërtetës. Gjysmën e Axhekova, e kapa, kur ju thash që qëllimi i Ramës që rrin 3 ditë atje, se asnjë udhëheqës politik nuk rrin 3 ditë për vizitë zyrtare. Don të krijojë konjunkturët me kalu Atlantikun. Dhe më doli fjale sepse ai shkoi në një takim me atë bordin e paqes. Por gjysmën tjetër i ka qenë i paaftë për të parashikuar. Rama ka dhënë një intervistë që duhet analizuar nga studiet televizive, ku ka mërë në këtë zyrë dha, i thash, kjo zyrë është e imja, por pushteti është i qytetarëve. Ai duhet t'i shpjegojë qytetarëve shqiptarë çfarë bizetoi 3 ditë me Netanyahu në Izrael. Mungesa e saj transparence lën hapësira që çdo njeri në mënyrën e vet të parashikojë atë që paramendon. Një nga ato jam dhe unë. Nuk i qenë se kryeministri jonë fatkeqësisht nuk ma këshilltar, siç marrin gjithë politikanë të botës, por man sekser, dhe sekretariat e tij duke marrë 3 ditë në Izrael, ai ka kombinuar lloj projektesh në favor të tij, po jo kurrë në favor të shqiptarëve. Unë nuk isha i përgatitur për këtë çështje, para se me bërë statusin e kam për natyrë përgatitëm. U lumtova shumë gjatë në rrjetet sociale kombëtare dhe ndërkombëtare. Dhe pash disa intervista të zonjës Ivanka Trum, ku deklaronte para mediave të mëdha të huaja dhe thonte: "Ishulli i Sazanit është i imi, e ka mbledhur 1 miliard e 400 milion euro." Kjo është de facto, nuk lëvizmë. Rama para shqiptarëve bën burra çakun dhe thot: "Akoma nuk ka një projekt, akoma nuk kemi vendosur, akoma çem po mashtroni qytetarët, ku është pushteti i qytetarëve këtu?" Po t'ishin vërtet qytetarët që kanë pushtet siç e deklaroi Rama, ai do t'i kishte treguar çka ka bizetuar 3 ditë me Netanyahu. Rama thot nuk kemi vendosur, ajo thot është i imi. Kjo është arsye që mori shkëndi atmosfera politike në Shqipëri,
dhe bravo qoftë atyre protestuesve. Unë nuk pyes fare për rrjedhtimet e mia politike, unë gjithmonë përformoj veten time aty ku është e vërteta. Ju vetë, zoti Dika, si keni parë të gjitha le themi reagimet që ka bërë kryeministri Edi Rama gjatë këtyre ditëve, qoftë edhe ironit për protestuesit që kanë qenë përpara kryeministrisë, apo edhe që kanë shpërndarë të gjitha ato videot në rrjetet sociale ndaj kryeministrit? Rama ka një vështirësi ndryshe nga herët e tjera kësaj radhe, se ku ka përballë një kundërshtar me emër, me mbiemër, ai gjen gjitha mënyrët ta kapi, ta shantazoj, ti premtoj, ta blej, ti bëj 99 Por në rasti konkret ai nuk di me çim të dialogoj. Kjo është vështirësia e Ramës. Dhe nëse kuptoni, është shumë në siklet. I merret fryma, gjen mënyra të tjera, përmend Biblën, përmend Koranin, përmend musliman, përmend katolik, çfarë nuk bën. Nuk është në normalitetin e vet, nuk është në thellësinë e logjikës vet. Është shumë i atëruar. Qartë. Zoti Dika, nga ana tjetër ju thoni se investitori flet sikur Sazani është i tij, ndërsa qeveria thotë se projekti ende nuk ekziston pra në reagimin që keni bërë ditën e dieshme. Mendoni se këtu kemi një kontradiktë që duhet hetuar sigurisht nga vetë institucionet? Unë gjej rastin të falenderoj ato djem e vajza shqiptare që punon në SPAK, që kanë marrë kurajën dhe kanë shkuar më njëherë kanë reaguar. Kjo është një veprim që çdo intelektual shqiptar, çdo punonjës i medias duhet të jetë mirënjohës, duhet ta bëjë evident për opinionin publik shqiptar. Duhet të falenderoj punonjësit e SPAK-ut. Kjo çështje ka nevojë për forcën e ligjit, për transparencën, për fuqinë e popullit të dalin drejt një ore përpara. Qartë. Por, zoti Dika, pse mendoni se protesta e Zvërnecit ka prekur kaq shumë qytetar, pra ndërkohë që edhe në raste të tjera të ngjashme, reagimi publik ka qenë disimi i vakët, pra kemi pasur edhe ngjarjen që ndodhi në Rjoll? Është mund të them drejtën, e shoh si pika e fundit në gotë ujë të mbushur. Gota ishte mbushur përpara me shumë ngjarje të tjera, por nuk arrinte të kapte sensibilizimin e opinionit publik në të para. Se edhe Rjolli nuk ishte gjë më pak. Por kësa radhe, gota e mbushur, edhe pse ishte një pika apo dy pika, e bëri të derë dhe gjitha. Pastaj unë them qëndrimin tim. Por mu, më mirë të jetë në dorën që i na mësuar shpesh në politikan bota krimit. Po bota krimit janë çarçuna që rrezikojnë jetën nëpër botë, kanë bërë 5 lekë dhe i shpenzojnë Shqipërinë. Fundit nga gara për pjesë që të gjithëve të shkojmë të hajmë drejt në një restorant, që është bërë nga këto lloj njerëzish, edhe kemi shiu plazhin tonë. Kurse po e morën këto figura që përfolën, nuk vjen i van nga Kushner me bë plazh me pru, zdrajo për shqiptarët që të bëjnë plazh shqiptarët. Ajo e tregoi qëllimin e vet me telet me gjemba që vuni aty. Këtu dhe mbaron kufini i Shqipërisë. Këtë është prona ime dhe do ta bëj turizëm elitar. Aty do vinë presidentët me ftesë, me emra, nuk ka shans të hyjë njëri aty me bë plazh. Propaganda e Edi Ramës dhe gjithë flotës mediatike që e mbështesin atë, është në ajër, është e kot, është e pabazë. Por nga ana tjetër, zoti Dika, ju keni kritika sigurisht edhe për opozitën. Pse mendoni se opozita nuk po mban një qëndrim më të ashpër ndaj kësaj çështje? Shiko, unë vjen siklet kur fol kundër opozitës, se kam qenë vazhdimisht pjesë e saj. Kam qenë dhe deputet në 91, kam qenë dhe kandidat sot, jam dhe mik i doktor Berishës dhe nuk e mohoj, e kam vlerësu doktor Berishën gjithmonë se ka pas koraje të ka dasë në zemër të vërtetën, kësaj radhe unë kam marrë një distancë. Doktor Berisha kërkon të kamufloj rëndësinë e një investimi me të drejtë që ka për Shqipërinë sot 4 milion euro, por anë shkalon faktin që kjo është një qokë politike. Unë kuptoj halën se ajo është forcë politike dhe nuk do të prishet me administratën e qeverisë Trumpit. E kuptoj. Por unë personalisht kam tjetër raport me të vërtetën. Duhet të jem gjithmonë i transparent me qytetarët e mi, se më kanë votuar herë për kryetar bashkie, herë për deputet, edhe kësa radhe më kanë dhënë 4.000 vota, dy fishe ty ka marrë tradicionalisht opozita. Unë i kam borxh që i kam përtu dhe jem gjithmonë transparent. Këtu distancë nga Berisha dhe pajtohem me protestuesit në Tiranë.
E qartë, por mendoni se po krijohet një konsensus i heshtur, do të quaja Zotëdika, mes mazhorancës dhe opozitës pikërisht për këtë investim? Shiko, perceptimi publik, unë kam edhe komunikime me shumë persona që më kanë imun në fushat, perceptimi politik është ky dhe ka dëmtuar shumë rand opozitën. I ka prej një shans për të kriju besim të qytetarët. Ka gabuar rand opozita shqiptare me këtë qëndrim që i ka majtë. Shpesher edhe me kostën që ka, se la verita fa male, thot një këngë italiane, edhe me kostën që ka vërteta, njeriu duhet të mbështetet tek e vërteta. Qartë, Zotëdika, nga ana tjetër ju përdorni dhe një krahasim historik të fortë, ku thoni se pushtuesit nuk shitën territore, ndërsa sot po ndodh e kundërta. Mendoni se ndoshta po rrezikojmë realisht sovranitetin, apo është thjesht një metaforë politike e përdorur? Jo, nuk është metaforë politike, unë jam kundër metaforë politike dhe jam pro fakteve. Një gram fakt peshon sa një ton fjalë. Edhe unë kam sjell shumë fakte të thjeshta dhe të kuptueshme për masën e gjërave të atyre që na ndëgjojnë dhe na lexojnë. Unë jam antikomunist sepse jam i persekutuar, jam i shpronësuar, kam qenë kundër Enver Hoxhës, pa atë që e ka merit, e ka merit. 1 metër tokë Enver Hoxha nuk e shiti. I pa dhënë Pashalimanin rusëve, por sa po u cënu interesi kombëtar, i përzuri, kur thot po dhe kam thonë dhe këtë statusin me bish në shalën për Hoxha. Kurse ky po bëhet më keq se Enver Hoxha. Ky nuk i thot shqiptarëve çfarë konditësh ka kjo kontratë, çfarë është vizituar 3 ditë në Izrael. Nuk ja thot këtë shqiptarëve, por gjen 1000 mënyra përmend Bibël e përmend Kur'an. Unë hiqen katonë, unë hiqen çfarë që ka ku hiqet Tirana për na hiqu i copi ishull neve si territor kombëtar. Ne jemi popull i vogël, jemi vend i vogël. Fillojmë dhe e shesim, shqiptarët duhet të tekalojnë partitë, të tekalojnë tifozëritë. Edhe një patronazhist duhet të kalojë atë vend në punës që ka marrë në bashki. Duhet ngrihet me forcën e moralit vet. Edhe artistët shqiptarë nuk duhet shihen atë skutën e privilegjit që ka krijuar regjimi. Duhet dalin, figurat publike duhet dalin. Moderatorët televiziv që kanë audiencë duhet dalin. Sot është momenti të bëhen gjithë shqiptarët bashkë. Asnjë s'ka qenë më rrezik sa sot Shqipëria. Mendoni Zotëdika se në një moment kjo protestë ndoshta do të kthehet edhe politike, pasi kemi parë që gjatë kësaj proteste ka pasur edhe figura politike të partive të vogla të shesh? Shiko, tu ka 2 aspekte për të analizuar. Që partitë e vogla e mbështesin bëjnë mirë, kërkoj ta mbështesë edhe partia e madhe opozitare. Po që kërkojnë ta kapitalizojnë në favor të vetës është imoralitet. Tu nuk pajtohem. Ato bashkohen me ritën, kanë ato 30 të reja që dalin, plasin, edhe pse të pa përgatitur, edhe pse pa një program, edhe pse pa një lider që ja qajnë hallin në për studiet televizive. Rëcika që dalin, po thyen frikën, po nxjerrin vërtetën shesh, po detyrojnë qeverinë thotë të ato që ka fshehur. Ka një këshill filozofike, vërtet bukur që kam thonë dhe aty, nuk ka gjë më të dukshme në këtë botë se sa gjërat që fshihen. Qartë. Tu ka shumë gjëra që fshihen dhe këto gjëra po duken dhe këto gjëra po e ndezin protestën. Për çfarë bëhet fjalë Zotëdika? Çfarë doni të thoni me këtë? Në luhatjen time, në intuitën time, bëhet fjalë që po vjen një fuqi ekonomike që as nuk do harxoj kot me të punë, po ajo do t'ja shesi një fuqi e tjetër, siç e tha dhe vetë Rama, ajo nga Dubai, nga Emiratet Arabe, për të bërë këta ligjveriqe më mirë bëjmë vetë. Ta kuptojnë shqiptarët, investim i huaj serioz është vetëm atëherë kur qeveria shqiptare në transparencë të plot publike bën diskutime, sepse kemi të bëjmë me një çështje mjaft sensitive. Bën diskutime publike për një projekt të madh me transparencë publike. Dhe këtë projekt e hedh në asfalt. Morin pjesë shumë firma financiare të mëdha në botë. Bota nuk e ka qendrën me vajzën e Trumpit. Nuk fillon dhe nuk mbaron ke shoqëria financiare e dhëndrit Trumpit. Ka shumë qendra financiare nëpër botë. Bën një tendër të hapur dhe bujrën le ta mirëpresim. Atëherë do të rrafim durët gjithë e do i themi bravo Edi Ramës që u tregove kaq larg pamës dhe kaq i dobishëm për jetën e shqiptarëve, për përparimin, progresin e gjithë kombit shqiptar. Po jo në këtë lloj mënyre. Pra pas kënët sjellën gjithmonë dëm.
E qartë. Zodika, por nëse nesër qeveria do të publikonte të gjithë dokumentacionin, studimet, por edhe projektin e plot, pra se i përket Zvërnecit, do të ndryshonte kjo të gjithë të qëndrim tuajnë? Shiko, kur themi transparencë do të publikonte, qytetarë shqiptarë duhet të di çfarë detyrimish ka kjo kompani financiare, pasi ta ketë ndërtuar këtë resort, çfarë aksesi do kenë shqiptarët për të hyrë në këtë resort dhe çfarë dobi ekonomike do ketë buxheti i shtetit shqiptar çdo muaj për ta tatuar këtë resort, sepse ne kemi një eksperiencë negative. Ne kemi firmën e naftës që nuk lejon financat e shtetit të hyjë ta kontrollojnë, nuk paguon detyrimet e shtetit, nuk pranon të dalin gjyq na morën pjesë dhe ambasadorët, mos i gjykoni këto çështje. Ne, populli shqiptar është djeg me këto lloj marrëveshjesh. Edi Rama thot që është fuqia e popullit, por Edi Rama i futi drejt me melonin, pa ditë asgjë popullit dhe i fal gjatrin e Lezhës. Edhe kjo është një çështje e madhe për t'u analizuar. Nuk është të vinë karabinierët italian edhe i thonë ndal qytetarit shqiptar në territorin e vet. Nuk është gjë e mirë. Zodika, mendoni se problemi është mënyra se si po e menaxhon qeveria shqiptare të gjithë këtë proces, apo problemi nga ana tjetër është vetë investitori Kushner? Shiko, investitori Kushner ka gjetë shesh, ka bo për shesh, nuk na ka asnjë borxh. Borxhin na ka qeveria jonë, që del aty dhe thotë unë kam votat e shqiptarëve, që unë në një postim tashëm do t'ja postoj se kush janë votat shqiptarëve, se ka dalë imigranti Greqia me një kosh plenësh 2 kuntal vota, mërëna thot ati ullë plenët, apo t'i japi Edi Ramës. I ka votat të vjedhura Edi Rama. Nuk do t'ketë forcë morale të thotë dhe fjallë, do t'i vitë turm. Është aty me votat të krimit, me votat të vjedhura. Një fije moralitet nuk e përmen ma të fjallë që kanë votat të qytetarëve shqiptarë. Qytetarë shqiptarë janë që bëndalin shesh. Edhe unë qytetarë shqiptarë jem, edhe ju qytetarë shqiptarë jeni. Ka mjaft gazetarë ndërum që e përkdhelin të vërtetën çdo natë në për studi. Pa ka 100 herë më shumë nga ato që i shërben regjimet dhe emulojnë të vërtetën. Kush është rreziku më i madh sipas jush zoti Dika, pra humbje e investimi miliardësh apo humbje e besimit të qytetarëve tek mënyra se si po merren tashmë vendimet publike? Domi më i madh është se si po merren vendimet publike dhe gjithë Shqipëria po rrugulliset të një të panjohure. Kurse ato miliardet që humbim në këtë rast i rikuperojnë 10 herë më të sigurta apo të bëjnë një tender të hapur publik ndërkombëtar. Ka mjaft firma të interesuara që vinë. Nga ana tjetër, zoti Dika, ju akuzoni deri diku edhe mediat pranë qeverisë se po drejtimojnë protestën. Mendoni se po zhvillohet ndoshta një betejë propagandistike për të kontrolluar të gjithë këtë narrativ? Ju dini më mirë nga ju, zonja Griselda, se merrni jeni operatore medias. Mediat janë një pushtet në vete. 4 pushtete qeverisë një popull. Pushteti drejtësisë, pushteti legjislativ, pushteti ekzekutiv dhe pushteti medias. 4 kolona ma një shtet në kom. Ju jeni një ndër ato 4 kolona. Qartë. Se pash më falni ta boj dhe këtë sqarim, pash një deklarim të zotit Feziu, si ekspert i vjetë e kësaj fushë, që dalë në mbrojtjet e vetës vetë, thonë dhe mos ta kërkoni në evaluari, se ju e keni votuar. Është e vërtet që se ka votuar vetëm ai, thonë unë se kam votuar asnjëherë. Kontributi që ka dhënë Feziu regjimit në fuqi është sa 100.000 vota marrë së bashku. Edhe vota ti e marrë veç nuk ka asnjë lloj vlere. Sepse e kam pa 100 herë në për Soleta, Gradiqelësh, të thonë sa bukur duket Tirana. Këto është të redhatosh, të turkosh ndryshkun e këtij regjimi. Kur them Bledi Feziu, është një ushtri si Bledi Feziu në Shqipëri që po në 9 ditë për të zbukuruar Tiranën. Dhe asnjë nuk e nxjerr ato 2 pallatet që ja kanë marrë frymën kishës e Tembellët në qendër të Tiranës, në këto medet kalibrit të Feziut. Asnjë nuk e nxjerr. Kjo është hipokrizia që përdorin këto gazetarë. Qartë. Mirë, zoti Dika, nga ana tjetër, për t'ju rikthyer sërish protestës në Zvërnes, si e shpjegoni edhe faktin nga ana tjetër që një qytetar u dënua dhe u tërhoi zvat pra nga persona privat, ndërkohë që vetë forcat e policisë ishin në terren. Kemi edhe pamjet ndërkohë që na shoqërojnë.
Këto janë pasojë, nuk janë shkaku. Kur përplaten fuqit pa dukshme pushtetesh, ne shohim vetëm konsekuencat. Kjo ishte konsekuencë e fuqive të pushtetet pa dukshme. Sepse policia e shtetit nuk është kaq e pa, ku i don qefi mes Tiranës e të rejtë zvarë protestuesit. Por aty e di që kishte të bënte me njerëzit e pushtetit. Ato që ishin mërë dhe të rejtë njerëzit zvarë, ishin njerëzit e pushtetit dhe kishte frikë dhe policia vetë me i prek. Se heq nga puna i një polic. Aq pushtet kanë të lloj njerëzish që mbrojnë interesat e regjimit. Pra mendoni se në këtë situatë është kaluar të quajë një vije kuqe ku punonjës privat marrin përsipër funksionet që i përkasin vetëm shtetit? Do ishte gjysmë e keqe të ishte shkel një vije kuqe, po Shqipëni shkilen për ditë shumë vije kuqe. Që do të thotë zoti Dika? Që do të thotë zoti Dika? Që do të thotë është momenti dur që sot çdo shqiptar, çdo i ri, çdo i re, çdo pensionist që akohet gjithë ditën nëpër klube, çdo gazetar, çdo artist, çdo figurë publike duhet bashkohen bashkë. Duhet ta shemim këtë stagnacion politik që ka bërthy Shqipërinë, edhe ardhmja duhet të jetë, duhet ndërtojmë një qeveri teknike me figura me duar të pastra. Njerëz që flasin bukur ka shumë Shqipëria. Njerëz me lukë të kushtueshëm ka shumë Shqipëria. Njerëz me moral të pastër ka shumë pak Shqipëria. Ti kërkojmë në fund të botës dhe ta qeverisim 6-7 muaj, dasha të krijojmë një atmosferë të pastër, të krijojmë zgjedhje, pastaj të vendosim popullin shqiptar se kush duhet ta udhëheqë Shqipërinë. Jo klanet e patronazhistave. Qartë. Kjo është zgjidhja vetme për Shqipërinë. Qeveria teknike dhe angazhimi i gjithë botës shqiptare brenda dhe jashtë ku është të ndërtojmë një qeveri teknike me duar të pastra, të mendojmë për të familjarë që s'ka punë muajt, mendojmë për të pensionistin, mendojmë për të një dergjë në dyrët e sanitariumit pa ilaçe, atë që rrit 8 vjet në zyrët e drejtësisë pa marrë zgjidhje, ka shumë probleme në Shqipëri, nuk është vetëm Zverneci. Ishte manja e zbergu Zverneci, manja. E qartë, zoti Dika, për të kthyer medaljen nga krau tjetër, nëse një grup qytetarësh do të ushtronin të njëjtën dhunë ndaj punonjësve të një kompanie private, mendoni se reagimi i policisë do të ishte aq i vonuar sa në rastin e këtyre pamjeve? Na sigurisht, policia do ishte shumë agresive me ato qytetarë që do dhuronin hotelet me gjema, siç ka qenë gjithmonë. Por prap nuk është fajke policia dhe relativizojmë shumë çështën, po e humbën kohën më marrë të punë. Policia është kthyer në vegël, po përdoret shëmtur. Mund të kemi edhe ne vllajin ton, njerëzit ton, miq ton polici. Nuk kanë ato as nivel, as mundësi, as forcë, as pushtet ta zgjidhin këtë problem. Ato çkretet shkojnë punë me marrë të rrogë, bëjnë atë gjë thon. Nuk do të merren policinë. Problemi ka u kapet për brinësh tot populli, nuk kapet për bishti. Kush mendoni se e dha urdhrin zoti Dika për përdorimin e këtyre mjeteve dhe mendoni se ka një zinxhir të qartë përgjegjësie për të gjithë atë që ndodhi atë ditë në Zvërnec? Po urdhri kuptohet më zonjë, aty të marrësh tender me bëhet punime pranë atyre njerëzve që bëhet fjalë, do të jesh me lidhje të forta në qeveri, do të jesh që njerëzit më të besuar qeverisë. Ato pse i vun telet me gjema, që njerëzit mos filmojnë, që njerëzit mos bëjnë. Ti majnë sa më larg, ato nuk i duan transparencën, duan konspiracionin. E qartë, por nga ana tjetër, mendoni se institucionet tashmë kanë dështuar të krijojnë transparencë dhe dialog me komunitetin duke çuar situatën në këtë përplasje fizike, pasi në thelb të konfliktit qëndron kundërshtimi i qytetarëve ndaj ndërtimit të resortit në një zonë me status të mbrojtur. Po çfarë institucion është po flasim me zonë që i emëron ama vetë. Çfarë do presim ne ka dash Sule, që herë kërcesi gjet para kryeministrisë të Shajt Ramën, i herë tjetër bëhet si pul të lavdur Ramën. Ky është integriteti, pasaporte morale e figurës që ka zgjedhur Rama në atë qeveri. E vetme shpresë që unë mbaj, e kam thonë vazhdimisht, është Spaku. Pse? Sepse Spaku ka mbështetjen e ndërkombëtarëve. Ndërkombëtarët kanë tjetër optikë. Unë jam një shqiptar si gjithë tjerë, po duke pasur 30 vjet në Evropë kam ndryshuar mentalitet. Gjithë shqiptarët që jetojnë në shtetit kanë ndryshuar mentalitet. Ja din shihen lirisë, ja din se çdo të thonë dimensioni të drejtave qytetare, që drejta ka njeriu. Shqipëri njeriu është numër. Këtu njeriu është vlerë, është figurë, është institucion në perëndim. Mbrohet me gjitha llojet e ligjeve.
Shqipëria është një numër, mund ta shtyri një polic, mund ta thyej një punonjës zyre, mund ta përcjellë kujdedet shefi, mund ta hallët gjithkush me të. Është një ndryshim i madh, është një ndryshim i madh. Prandaj unë bëj thirrje vazhdimisht ta mbështesim të protestë. Është rasti vetëm dhe i artë ku Shqipëria mund të ndryshojë. Bëj thirrje me shpirt pastër, vërtet. Në këtë rast, zoti Dika, keni ju edhe një thirrje për opozitën? Opozita duhet të jetë më e qartë, më e hapur dhe duhet ta godas çdo oferë. Nuk do të shohë interesin e vet partijak, të ke mirë marrëdhëniet me dhe. Fundit nuk është Trumpi Amerika. Amerika është shumë më madhe se Trumpi. Është një vend që funksionon me pushtete të pavarur, me institucione të pavarur, me allga të pakontrolluar nga presidenti. Po tjetë një figurë e pastër, po patë mbështetjen e popullit, ke mbështetjen e gjithë botës. Po s'patë mbështetjen e qytetarëve tuaj, s'ke mbështetjen askujt në botë. Iku ka, çdo politikan duhet t'i thrasin mendjes. Nuk marrë çdo thjesht me konjunkturën ndërkombëtare. Kështu po marrë drama, por do ta ketë fundin shumë tillët. Për plasjen që pati kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, zoti Dika, me Greqinë, si e keni parë se i përket këtij rasti? Është komod shumë një ta shohësh gjithmonë problematikën, dështimin tënd tek të tjerët. Edhe Rama këtë po bën. Po kur vite Greqia, kur vishin autobusët e Greqisë, me sjell votues Shqipëri me mosh mitingjet, sepse në fund edhe 20 janarin në Rama me autobusët e Greqisë ka krijuar. Por nuk e përmend atë punë. Përmend kësaj radhe. Në Greqi normali do ketë autobusa. Ligjëra ishte e sajume me inteligjencë artificiale se kam analizuar dje. Aty njerëzit që ishin me xhuba, i përkiste një muaj tjetër të vitit. Por ato që merren me punë i ka pa nivel Rama dhe patronazistë i ka pa nivel tërsimuar. Nuk duhet ta bësh në të gaf, kanë zbuluar veten e vet. Kontrollojeni mirë ato autobuset, i keni gjithë pasagerët me xhuba, vesh për dimër. Qartë. Zoti Dika, nga ana tjetër, ngjarja sigurisht ka hapur dhe debatin mbi raportin mes interesit publik, por dhe investimeve strategjike. Pra, në këtë rast, kur përplasen interesat e investitorëve më të drejtat e komunitetit lokal, kush duhet të ketë përparësi sipas jush edhe pse? Për mendimin tim, përparësi do të ketë gjithmonë interesi publik shqiptar. Por ka një duguri që ne na bën shumë mos besues ndaj Ramës. Po të analizojmë gjithë investimet tona strategjike, përfundojnë o në një figurë të botës së krimit, o në një figurë të lidhur me ministrat e qeverisë Rama, o në një figurë për qoka politike, që në rastin e Sazanit dhe Gjadrit Legrës. Nuk këllon kur që ta ketë marrë një imprenditor serioz që është larg pushtetit, por për merita. Nuk ka meritokraci në marrjen e investimeve në Shqipëri. Nuk ka meritokraci. Gjithë të konë të mëllët, të paracaktuara, si që kanë pa gjithë ato përgjimet me ballukun, të gjithë me telefonata, gjithë me tendër të anulluara, me shtesët sajuar, si që panë me akshin, si do të ketë besim qytetari shqiptar një njëri me nivel mesatar, inteligjencë. Pastaj një njëri që hanë, më falin për shprehjen, si që gomore, çdo lloj ferri i gje për para, kështu janë ato njerëz që besojnë çdo gjë që jep media. E qartë, por njëri nuk i beson gjitha. Nga ana tjetër, zoti Dika, nëse ngjarja ishte kaq e qartë, pse institucionet reaguan vetëm pasi pamje të bënë publike, por të cilat shkaktuan edhe zemërim masiv, pasi edhe vetë kryeministri Edi Rama në daljen e tij publike të parë për asaj përket kësaj çështje tha se reagimi i qytetarëve ishte i drejtë. Shiko, para fakteve, faktet janë kokë forta. Ai sa i bie murit me kokë, i bie faktit me kundërshtim. Rama i detyruar nga këto fakte kërkoi të japi vetes një lloj plastike në veprime, elasticiteti. Por veprimi vetëm që unë shpresoj është gjithmonë spaku. Të gjithë tjerat nuk kam asnjë lloj shprese. As nga shërbimi informativ kombëtar që morën Dion Rrogët, asnjëherë s'ka nxjerrë një afer në dom shtetit shqiptar, as nga kontrolli i shtetit, as nga financat e shtetit, as nga lloj gjë. Qartë, mirë, zoti Dika, për ta mbyllur, sepse jemi në fund. Pyetja e fundit, çfarë garancish mund të jepen më tej qytetarëve pra që raste të ngjashme, qoftë si kjo e Zvërnecit apo qoftë si ajo e Rjollit, nuk do të përsëriten më tej? Garancia vetme është bërë transparencë me gjithë tendrat
me sensibilitet të mallkombëtar, duhet bëhet një transparencë, një komision parlamentar, një hetim i thelluar. Sa më thellë të shkosh ma delet zeza dalin me zullumet e kësaj qeverie. Po su nxorën zullumet në shesh, gjithë nuk ka besim moke të që bërën me mrapa. E ka humbë besimi këtë qeveri. Qartë. Mirë, zoti Dika, unë i falenderoj shumë për informacionet dhe ishte kënaqësi që kisha sot. Faleminderit dhe për ju që na dhat mundësinë hapësirën të shpreh mendimet tona. Shumë faleminderit. Ju falenderoj shumë. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme ku ndalëm sërish tek çështja e Zvërnecit, protestat që janë organizuar nga qytetarët, por edhe ngjarja që ndodhi para 3 ditësh në Zvërnec. Mbyllim këtu ditën e sotme, bashkëjemi sërish nesër deri atëherë mirupafshim.